Njëra nga sëmundje tani e cila po përfshin të thuash gjithë globin dhe tani kur ne evropianët, çdo i gjashti banor ka sëmundje alergjike, sipas doktor Astrit Jahjaga, alergolog dhe imunolog klinik, shpjegon se ajo që duhet pasur parasysh është fakti se alergjia duhet të kontrollohet, pasi që ajo nuk shërohet. Ai me këtë rast flet edhe për këtë sëmundje, duke shpjeguar se janë 3 parime që kjo sëmundje kërkon. Alergjit janë sëmundje të cilat në kushte normale të individët të tjerë nuk shkaktojnë telashe. Këtu janë disa substanca të cilat të individët të cilat e kanë potencialin gjenetik, o shumë sëmundje gjenetike trashëguese, pa marrë parasysh është një gjenatë ose 2 ma heret, edhe çdo herë nuk ka dallim në moshë. Domethënë zakonisht paraqiten në moshat e reja deri në moshën 10 vjeçare. Çdo herë duhet me qenë kontakti I parë me alergjen. Alergjen janë ato substanca që na shkaktojnë neve reaksione alergjike. Domethënë duhet me ekzistu kontakti I parë me alergjen për me provoku reaksionin alergjik. Zakonisht tek këto, për që përmenda për polin, për shembull, duhet me qenë 1 sezon përpara I ekspozum. Ose te medikamentet ose te ushqimet, domethënë duhet me qenë në kontakt me një ushqim ose një preparat I cili ka shkaktuar reaksion alergjik, e çdo reaksion tjetër pastaj do të jetë reaksion më I vrrullshëm dhe më I fuqishëm. Doktor Astriti tregon se pacientët e prekur nga alergjia fillojnë që në pranverën e hershme, e pastaj kjo vazhdon me kohën e drunjizimit në kohën e barishtave, duke përfunduar me atë të shkureve dhe së fundmi edhe me pluhurin e shtëpisë. Alergjit janë sëmundjet, me thonë, që janë në rritje të madhe, sidomos në vitet e fundit. Sot, me statistika perëndimore, llogaritet çdo I gjashti në vendet perëndimore që vuan nga ndonjë problem alergjik. Alergjit I kemi të gjitha llojet të ndryshme të alergjive që mund të vujt pacienti prej tyre, duke filluar prej atyre që janë prej polenit. Poleni fillon, domethënë sezoni I polenit fillon fillimisht me drunjt, pasohet me barishtet, vazhdon me shkurët. Kështu që gjatë vitit mandej kemi edhe alergjit në pluhun e shtëpisë ose akarine. Këto janë ato që ne I thojmë aeroalergjen, të cilat barten me ajër dhe mund të shkaktojnë probleme të ndryshme te pacientët. Përveç këtyre kemi alergji të ndryshme, kemi alergji tjera, kemi alergjit në ushqim, kemi alergjit në medikamente të ndryshme, duke filluar prej medikamenteve, kontrastet e tjera, domethënë gjitha produktet që aplikohen sot në mjekësinë moderne, edhe alergjit e kontaktit, alergjit që kemi domethënë kontakt përditshëm, duke filluar me alergjit në materiale të ndryshme, në preparate të ndryshme, në vendet punës e tjera. Ai duke folur për vetëdijsimin, flet se pacientët tashmë kanë filluar të kuptojnë se kjo është sëmundje shekulli. Që pacientët janë më të interesuar, po mendoj që një rol duhet me luajtur edhe ne, edhe ju, edhe ne stafi mjekësor, po edhe ju si media, që të jemi më shumë të dijshëm, pasi që është një sëmundje që është në evoluim me sipër. Edhe ka rritje enorme, domethënë, në vitet e fundit. Popullata është duke vetëdijsuar, edhe po interesohen, edhe është shumë më mirë kur edhe popullata, edhe pacientët domethënë, edhe lexojnë, atëherë janë pak të përgatitur edhe mandej komunikojnë me mjekun. Alergjit janë sëmundje, siç e thatë dhe ju, që nuk kalojnë. Unë I them janë si valët e detit, ka përmirësime, ka përkeqësime. Varen prej sezonës, varen prej moshës, varen prej gjendjes pacientit e tjera. Po kryesisht alergjit janë të kontrollueshme. Qëllimi I alergjive është që ne t'i mbajmë ato në kontroll, edhe ato asnjëherë të mos e marrin kontrollin, që mos vinë te komplikimet më të mëdha, që mandej kërkojnë shërim ndoshta edhe kujdes më të madh. Pra tani e tutje, nuk keni nevojë të vuani më nga alergjit, por ju është doktor Astrit Jahjaga, gjithmonë I gatshëm për të qenë në shërbimin tuaj, me një përvojë të madhe të marrë në Gjermani, Evropë e tani në Prizren.